Në kapitujt e radhës ka sjell një varg duash, një varg lutjesh, dhe prej tyre është edhe lutja që ja ka mësuar Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu. Një ditë për ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur Muadh ibn Jabal, shokin e tina, të cilin e ka veçuar me njohjen e halalit dhe haramit. Edhe i thot: "O Muadh, thot unë ty të dua." Dhe kjo është prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që njeriu kur e don dikam ja shpreh. Dhe kjo e forcon lidhjen. Dhe kjo e mban më të gjatë dhe më të gjallë lidhjen e mes njerëzve. Ata i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, i thot Muadhi, thot: "Wallahi, ana wallahi uhibbuka ya Rasulullah." Thot: "Ja Rasulullah, dhe unë wallahi du tyje." Dhe kjo është shprehja në mes dosit dhe dosit prej dashnijës, të cilën shumë prej muslimanëve nuk e praktikojnë, nuk e zbatojnë, madje edhe nuk e njohin këtë lloj të dashurisë dhe shprehjes së ndërsjellë të dashurisë. Ata i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot: "O Muadh, a do me ta mësoni lutje, të cilën do ta thuash në fund të namazit tan, dhe shiko këtë mënyrë të përpikt, më të mirën në botë të Muhamedit alayhi salatu wassalam në komunikimin e mësimit. Nuk i than ngo këtu, unë të kallzoj tije, Rasulullah, ai qish dush ka mujt mi than, ai qish dush ka më thon, unë s'ka të kallzoj, se unë jam Rasulullah, ti ke obligim me mngu, ti del pe feje mos me mngu, ti mos me marr këshillën mua, shumë keq punë ti kije." Kur gjë nuk i tha kështu. Po tha: "Ela uallimuka." Pra, a pranon me të mësu, a do me të mësu? Sa mësime ka këtu të ndërum xhamat, ku njerëzit mundon me ti imponu çështua. Patjetër du të me ditë këta. Pse është patjetër? Pse është patjetër? Ela uallimuk, ata mësoj, a do me ta mësue? Apo feja është me të lirë të ndërum xhamat. Feja është nëse hinë zemër, nëse nuk hinë zemër koto. Kotë që ka nështrohet trupi kur nuk nështrohet zemra. Kur ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam, janë mërzit zemrat e sahabeve. Janë mërzit zemrat e sahabeve. Sa aja u ka morë zemrat, jo trupat. Po këtë asyje disa prej tëre të cilët nuk ishin nështruar në islam prej dashnijës, ata dezertuan. Me vdekin e ti dezertuan, se nuk e dojshin ata. Apo andaj të mësohemi që mësimet pavarësisht sa të mëdha janë, Muhamedi alayhi salam është të mësue. A ka mujt mi thonë, nalë shtu të mësoj diçka, se duhet ki mësim. Dhe çfarë mësimi dërgumi Zotit po e mëson një njeri thjesht, sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasallam, në raport me ta. Mirë, po çka i tha? Ela uallimuka, a ti mësoj. Çfarë metode? Ku njerëzit sot mundohen me bë diktat, patjetër që ashtu s'ka. Duhet njeriu të më dhon mundsinë e kuptimit, perceptimit, kohës, i duhet vakt me mësu, i duhet kohë me përmirësu. Nuk bëhen këtë për më një herë. Tha: "Do t'i mësoj do fjalë, a do me t'i mësu? Që t'i thush në çdo namaz." Tha: "Po ja Rasulullah, bela, gjithsesi, kam shumë dëshirë." Çka e shpreh, po mësoma. Atëherë tha: "Kul, thuj në fundin e çdo namazit: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husna ibadatik." Tha: "Thuaj o Muadh, o Allah, a'inni ala dhikrik, o Zot, më ndihmo, më përkra që të përmendi ty." Shiko të ndërum xhamat, e ki gojën, kete kena gojën, a dim që është i vlefshëm dhikri? Po së ne ban, s'ta mundëson Zotë. Këtë është me të mundësu me të Zotë, këtë është ajnë se të një mon. Apo, a e dim shumë prej veprave që janë të mira, së një bojna, s'le gjunaj, s'le mëkati. Apo, s'ki takat, mere qele Kuranin këshire që ishtë gjumi, mere banë një punë, mirë këshire, qele koletën përsa ta ka këshire që ishtë dam shpirti, duke që kërbe ta e shpirti për trupin, se s'ta ka mundësu. Andaj shiko çfarë doa i tha, thuj o Muadh, Allahumma a'inni ala dhikrik, o Allah një mom të baj dhikr. As Zotin së në përmeni, se Zotin nuk do me përmeni ata, s'ta mundëson Zotin me përmeni ata. Për këta syje lute, o Allah, zgjidh manijën e gjuhës të të përmeni, lag magojët të të përmeni. Thuj, elhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Apo, sa njeri për shembull, apo, sa mirë është ai musliman, që çfarë do lloj gjendje e përmend Zotin. Nëse çuditë diçka thot subhanallah, thot la ilaha illallah, gabon diçka astaghfirullah, apo, atë tjerë plot për njerëz e ke po. Gabon diçka shat, po në vend shamës thuj me dhikr, thuj subhanallah, thuj la ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. Kur e shat diçka që s'po hec, thuj la hawla wala quwwata illa billah. Apo, jo
se do me, e mërkurja se do, e martja se do, 7 ditë javës nuk e do për këtë. Data 13 nuk e do, sabaj për mua, më kishim pas nem, apo, një hala të mbo se ire, një teze, që a gjë një koj shikis, oj ndërum, lalu pak, lej me hala, me teze, me malë ketë, kur kusht ka bo se hire, e nëjna që ka e vrapa, lutë Allah me drejtue, lutë Zotë me, Allahumma inni ala dhikrik, o Zotë më mundësot të përmendi, Zotë ta mundëson më udhëzue, Zotë ta mundëson më falë, Zotë i banë ato, së në madhë me zorë kur gjo. Andaj shikoj ka thonë, thua i muad, o Allah, një mom të të përmendi, as dhikrin së në ban pa ta lecu Zoti. Që kistat me veti ki, që gojnë me veti ki, provoje. Hajde provoje. Së në ban. Pasaj ka thonë, wa ala shukrik. O Allah, ndihmom të falenderoj tije. Sa begatin e gzojna së falenderojna. A, kur pagujna në market, apo e këshira ti, mi pa amor 10 dinar ma shumë, nëse për gjepitan ka dalë, apo? A ato shka i shfridzon ti? A kush ti dha ti parët? A begatit, a i numron detalj? E këni po, ka detalista, e merë atë fakturën dhe veç e këshirë. A kënë që ka që asken? Sa të përlamët me shqitë si në ti, pse, më duket besu më duket, pse parët ja ka prek. Për çka? Mës këm pakujt më tepër. E të ndërum gjëmat, a e këshin ashtu në detalj begatin e Zotit? Për sytë mi thonë elhamdulillah, për veshtë elhamdulillah, për trupin elhamdulillah, për gjuhën elhamdulillah, për shëndetin elhamdulillah, për shtëpijin elhamdulillah, për evladet elhamdulillah. Po sa du, për sabajt zë dhe s'mun shmina. Thuj elhamdulillah, mëse ndalë gjuhën, ala shukrik, o Allah me ndihmon, përdojnë la shqyqyr, apo? Shqyqyr Zotit. Qa në shqyqyr Zotit? Faliminderit Zotit. A shqyqyr qka i bje të ndërum gjëmat? Shqyqyr është se ti ke hangër mish. Kur trashët lopja, arab ti thujnë shekarat. U ka trash, ka hangër mirë kjo. E kur të hajsh mirë, qka thuti? Qka thuti? Na, senin e parë kur të hajna, qka thujna? Kish në hangër dhe pak, ama jo sheqeri, jo shtypja. Ka dale me para kësaj, elhamdulillahi ledhi at'amana. Elhamdulillahi cili Allah buk me hangër. Wa gjaalena midel muslimin, dhe na voni musliman. Lutë Allah me të një mu me falendëru. Së në falenderon. Dhe në fund që i ka thanë, dhe thuj, wa husni ibadetik. Dhe o Allah, i ka thonë, o mua, thuj kështu, në fund namazit, thuj, o Allah, ndihmom ibadetin të baj mirë. Jo vesh kelle shko, u fale une. Pa u fale, ama ka të falme dhe të falme. Thot i Ibn Qayyim el-Juzeyy, lidhën di veta në namaz, në saf me një saf, në gjitja. Apo? Njani ka shku të Rabbul Alemini atje, me shpirt, tjetëri është të matë në pazar, a ja dhash bedikila një agjis. Dalon, të ditë saf, pi për jash kër të bojnë fotografien, mashallah të barek Allah, se ta shqetojnë në kone fotografive dhe ibadetit të fotografive, apo, shko teorimës me po fotografi, tu falë, pin sejsh dhe pin kam, apo, veç agjerimi, s'ka mund si qishme, apo, jam agjerushmë se ro kur qish, apo, se me mujtë na, edhe ata e fotografojnë, apo, se mës petit njerëzit, që agjerushmë jam. Për këtë asyje shiko, husni ibadetik, me bo mirë ibadetin, që to më thonë me bo mirë ibadetin, të rëmë gjëmat, me bo pastor, me bo për i Zoti Gjelle Gjelalu, për knasina Allahut, mës me azonë udhën kërkujna, ti e ban një ibadet, këtu 50 vetave i ke bo dam, qëfar ibadet është ajo? Qëfar ibadet është ajo? Ban ibadet pa azonë komën kërkujna, ban ibadet pa i bo dam kërkujna, ban ibadet zbukuroja ibadetin, rri para Zotit që shtë ka hije. Ka orë transmetime se kur robi lëviz, lidhët namaz, Allahu Ekber, edhe lëviz. Këshirë, munot pin namaz me këshirë lusterit. Lej e mërë lusterit, lej qilimin, lej krejt. Falu. Ka orë transmetime se kur e lëviz kokën robi, Allahu Gjellori thot, o robi jem, qka jetu të këshirë dishka matë mirë se une? Qa jetu lip matë mirë se Zoti? Kush t'jep ma shumë se Zoti? Kush do ma shumë se Zoti? Ku ki mu këthi në fund përveset e Zoti? Andaj, kjo ishte duaja Muad ibn Gjebelit, të cilin jam soj për nga mbele alayhi salatu wassalam. Edhe njerë, qëfar i tha? Tha thuj në fund të namazit, o Allah, ndihmom të të përmendi, ndihmom të të falenderoj, dhe ndihmom o Zot ibadetin, adhurimin, kur ta baj mirë. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu, që Allahu na mundson që gjuhët tona të jenë të lagura me dhikr.